Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Biznesmenin italian Edoardo Sarchi e vrau një çoban. Më herët kishin patur një debat për dritat e gjata të automjetit. Policia zbardhi krimin e 2 ditëve më parë në Salaritë të Pelenës, ku trupi i pajetit 44 vjeçarit u gjet në vendin e quajtur qafa e Dilanit. Si autori i dyshuar u identifikua dhe u shpall në kërkim Kamber Sulçe, 48 vjeç banues në Mesaplik të Vlorës. Sulçe u shpall në kërkim për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve e municionit dhe prodhim e shitje narkotikësh. Kontrollet në banesat e tij dhe të familjarëve në Mesaplik e Vlorë sollën sekuestrimin e rreth 2.5 milion lekëve, 3 armëve gjahu me municion, 450 farave kanabis dhe 2 kasafortave. Vazhdojmë me lajmet. Bllokohen zgjedhjet e parakohshme në Tiranë në paraburgim prej 10 shtatorit dhe i shkarkuar pak ditë më parë, Erion Velia i paraqiti ankesë në kushtetuese. Nga gjykata kërkon që vendimi i shkarkimit të rrëzohet. Pas shortit të hedhur në kushtetuese relatore u zgjodh gjyqtarja Sonila Bejtja. Velia i pretendon se qeveria Rama shkeli kushtetutën duke mos marrë parasysh nenin 115 që ka karakter kufizues ndaj pushtetit qendror. Ky është neni që mbron mandatin e të zgjedhur vendor nga ndërhyrje të njëanshme. Ndërkaq, presidenca konfirmoi se nuk është njohur me vendimin e qeverisë, nuk ju komunikua vakanca. Ditë më parë, qeveria ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me vendimin e 25 shtatorit për të shkarkuar Erion Veliajin nga kreu i Bashkisë Tiranë. Në këtë institucion, shkresa u depozitua po më 25 shtator, por u bë publike sot, pak pasi Veliaj ankimoi shkarkimin në kushtetuese. Krahas dosjes për në kushtetuese sot avokatët e Veliaj duhet të përballeshin me gjykatën e posaçme në seancën paraprake për dosjen hetimore me akuzat e Spakut. Por kjo seancë u shtyp për më 10 tetor, datë kur duhet vendosur për kalimin apo jo për gjykim të dosjes me 13 akuza për Veliajin e 12 për bashkëshorten Ajola Xoxa. Ato janë ngritur për korrupsion pasiv, pastrim parash, shpërdorim detyre e falsifikim pasurie. Sali Berisha deklaroi se kanë dështuar ato që i quajti përpjekje të kryeministrit Rama për të detyruar Erion Veliajin të pranonte një marrëveshje të fshehtë. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, dështoi në këtë përpjekje. Duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen, gjersa ai ju ka kërkuar avokatëve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Kryetari i Demokrat deklaroi se për Tiranën opozita ka kandidatura sipas tij të pakrahasueshme me korbën e korrupsionit. Opozita sot, në këtë moment që flas, ka jo një, por disa kandidatë dhe kandidat të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit. Sali Berisha sot kishte gjyqin në themel për dosjen Partizani dhe seanca u shtyp për më 13 tetor. Në sallë ishin Jamar Bermaltezi e Xhimi Begeja, ndërsa ish kryeministri e të pandehurit e tjerë u përfaqësuan nga avokatët. Mbrojtja e Fatmir Bektashit kërkoi pabllefshmëri të akteve hetimore dhe shpalljen e pabllefshëm të procesverbalit të sekuestrimit të kompjuterit të shoqërisë. Top Albania Radio. Sot Kuvendi i Shqipërisë u mblodh në një seancë plenare që zgjati rreth 2 orë. Në fund u miratua kalendari 3 javor, ndërsa opozita bojkotoi votimin që i hap rrugë punës së komisioneve parlamentare. Po ashtu kaloi procesverbali i seancës plenare të 24 shtatorit, ku u miratua përbërja e këtyre komisioneve. Majoranca kërkon të jepet më shumë fuqi Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale në drejtimin e Fatmir Xhafait. Kjo sa i përket raportimeve të institucioneve të pavarura. Në konferencën e kryetarëve, idenë e hodhi Taulant Balla, por gjeti në kundërshtimin e demokratit Agron Gjekmarkaj. Grupi i Demokrat depozitoi kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin Rama, një gjë e tillë lidhur me akuzat e opozitës se në janar 2019 në ishullin Aruba u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të qeverisë, eksponentëve të krimit të organizuar e biznesmenëve të lidhur me pastrimin e parave. Top Albania Radio. Sot në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë, kryeministri Edi Rama veçoi shfrytëzimin e inteligjencës artificiale si shtyllë themelore të qeverisjes. Rama tha se diella nuk është lodër e se përmes saj po kthejnë pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik, të hapur transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Një fjali me mbajtje dhe diella.
Incident në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Vlorë ku një qytetar hyri me forcë në sallën e takimit me tone të larta dhe akuza kërkoi llogari për prishjen e banesës së tij në rrugën që lidh portin e Vlorës me Transballkaniken. Banori tha se nuk ka marrë dëm shpërblimi. Problemi është që kam 5 vjetë dhe nuk puna shpronson asnjëri. Disa pjesëtar aty i kanë marrë, disa të tjerë jo. Ku jeton? Te porti? Po, te porti. Tani jam pa banja sfare unë qa jetoj. Ma kam prish shpinë dhe lekët s'mi kanë dhënë. Tani është normale kjo gjë. Kam komunikuar me të gjithë të shtynë. Thonë, unë nesër e ke gati, më thonë. Pas nesër e ke gati. Iki pas nesër më thonë, po ishte janë në mbledhje. Ditën tjetër më thonë, po kemi mbledhje ne. Tani jam atë shik, unë s'dua t'ja di që mbledhje shkeni ju. Se këto janë midis jush. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. U shua në moshën 88 vjeçare sopranoja e njohur Luiza Çako Papa, bashkëshortja e legjendës së muzikës operistike Gajo Çako, gjithashtu nëna e kantautorit i njohur Pirro Çako, ka pas një karrierë të pasur e të gjatë artistike. Luiza Çako u veçua për talentin e rrallë, për kushtimin në skenë dhe kontributin ndaj artit në vend, duke u shndruar në trashëgimi frymëzuese për brezat. Lajme nga bota. Në të njëjtën lime, Kombet e Bashkuara Bashkimi Evropian i rivendosi sanksione Iranit, kjo si përgjigje ndaj mos respektimit të vazhdueshëm të marrëveshjes bërthamore. Dera për bisedime diplomatike mbetet e hapur, thuhet në një deklaratë presidencës së Bashkimit Evropian. Partia për Veprim dhe Solidaritet e Moldavisë, e udhëhequr nga Maja Sandu, fitoi zgjedhjet parlamentare mes një fushate dezinformimi të orkestruar nga Kremlini. Zgjedhjet u cilësuan si vendimtare ndërmjet Brukselit e Moskës. BE-ja mbështeti hapur subjektin fitues përmes financimit e sanksioneve ndaj politikanëve prorus. 4 të vrarë dhe 8 të plagosur pas një sulmi të armatosur në një kishë mormone në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë një shërbese fetare me qindra besimtar, një person i armatosur drejtoi makinën për nga godina, hyri brenda, hapi zjarr dhe i vuri flakën kishës. Agresori u ekzekutua nga policia, mësohet se ishte veteran i korpusit të marinës amerikane. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Vranësirat dhe kthjellimet e erpashershme të pjesës së parë të ditës i kanë lënë vendin shirave, sidomos në ulësirën perëndimore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, rreshtit janë të karakterit lokal e me intensitet të ulët.